tjetër video këtu në kanalin tim. Sot është hënë, po bëhemi gati edhe kemi nisur një vlog të ri. Më bën habi gjithmonë kjo pjesa që unë një vlog të ri e nis gjithmonë ose të hënë ose të martë para dite. Por jemi mësuar që puna fillon në mëngjes, në fillim jave, pavarësisht se një vlog mund të nisë edhe në darkë nëse ke diçka për të bërë ose për të treguar. Gjithsesi na pret një javë e gjatë përpara, kemi shumë punë tek puna, na vijnë të gjitha furnizimet, do lançojmë koleksioneri, photoshooting. Tani unë kur kam shumë punë, jo gjithmonë kam arritur të filmoj sepse jam shumë e përfshirë në ato që bëj atje dhe nuk dua të shpërqendrohem duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe prandaj gjithmonë YouTube-in e le pak pas dore për sa i përket kësaj gjës, por gjithsesi unë do mundohem të filmoj sa më shumë. Këtë javë kemi dhe përvjetorin e martesës, me 15 bëjmë 8 vite të martuar unë dhe Rogeriti. Mami. Çfarë është ajo? Vazhdojmë që ende nuk na ka ardhur dhoma e rojit, krevati, dhe ende nuk kemi sistemuar. Garderobën këtu e kam përfunduar, por ende jo dhomën e rojit. Realisht mërzitem shumë kur më prishën të gjitha planet, edhe ai mi ka prishur të gjitha planet këtë herë. Gjithsesi, uroj ta sjell sot, më ka thënë të hënën do ta sjell më patjetër. Uroj shumë që ta sjell sot sepse ka shumë punë me sistemu, me pastru, me rregullu të gjitha veshjet e rojit në për vendet e veta, sepse doja kaloj atje te dhoma, të gjitha lodrat, librat, mjetet mësimore, do t'ja ndaj në për gjëra t'i ketë sa më lehtë për t'i gjetur, edhe uroj vërtet që këtë javë ta mbyllim. Kam vënë disa qëllime këtë javë për veten time që uroj t'i mbaj, edhe pse siç thash java është e ngarkuar dhe kur është e ngarkuar kot e kam që unë të bëj këto plane dhe qëllime. Mundohem të pi sa më shumë ujë, se nuk kam pirë shumë ujë të kohët e fundit dhe dua vërtet të mundohem ta mbaj sa më të hidratuar trupin, mendjen dhe çdo gjë tjetër. Palesën nuk e nis dot këtë javë, se siç ju thash, kam shumë ngarkesë në punë, edhe di shumë mirë se dhe po e nisa do e le 2-3 ditë edhe kaq dua unë. Dua ta filloj paktën javën e parë dytë me shumë qetësi, edhe të kem kohë të shkoj dhe mos ta lë pas dore. Sa të mundem kam dëshirë që të paktën mbas dite të dalë dhe të ecje, të bëj sa më shumë ecja, si për trupin ashtu dhe për mendjen më ndihmon shumë. Këto 2-3 javë të fundit kam qenë pak si ngarkuar mbasi kam marrë nga udhëtimet, sepse shumë gjëra në punë na janë vënuar dhe siç ju thash, unë jam një nga ato tipe që realisht i përjetoj kur planet e mia janë gati dhe dikush tjetër i prish ato. Si për shembull, nëse furnitorit na kanë thënë vjen këtë javë, na janë vënuar edhe 2 javë të tjera. Dhe normalisht del çdo gjë jashtë parashikimeve. Mund të dalë një javë, 3 ditë, 4 ditë, po jo 2-3 javë, janë shumë. Kështu që mua më prishet totalisht i gjithë ritmi i punës, datat, lançimet edhe shumë gjëra të tjera, kështu që jam trullosur pak për sa i përket këtyre gjërave që nuk më kanë shkuar siç kam dashur në datat që unë kam dashur paktën. Ka ardhur një kohë që unë nuk mërzitem më për asgjë tjetër përveç se për punën dhe familjen time. Pra nuk më mërzit asgjë tjetër. As që, ku di unë, as shoqëria, anullim diçka tjetër, absolutisht asgjë. As komentet fare negative, as çfarë thonë të tjerët, as se si. Zero. Realisht i vetmi shqetësim që më vjen është pikërisht nëse më ndodh diçka ose vënohet një furnitor ose më del një mall që pra një furnizim që unë e prisja ndryshe me del ndryshe. Mërzitjet e mia janë vetëm këto dhe fëmijët e mi nëse qof larg ndodh diçka ose se muren. Më desh pak kohë ta kuptoja këtë gjën, që janë shumë gjëra koti që ne mërzitemi ndërkohë, por e rëndësishmja është bërthama që ne jemi. Por gjithsesi më rëndësi ka që herët avon e kuptojmë. Unë e kam kuptuar dhe kam gjetur vërtet paqe, lumturi me veten time, jam shumë e lumtur me çdo gjë që më rrethon, me njerëzit e mi,
me ato pak njerëz që kam në rrethin tim të ngushtë, edhe nda jam kështu gjithkohës shumë e frymzuar për të bërë gjëra të bukura, pavarësisht se del koha se të jesh mami me 2 fëmijë, përgjegjësi në shtëpi, përgjegjësi në punë, në disa punë njëkohësisht, sepse edhe të bërit video tani, çdo gjë është punë, edhe kjo që shikoni juve, kontenti është dy fish, më shumë se sa mund të merret tani punë detorarshe. E para është koha që ti merr frymëzimi, mendimi, krijimi që ty të duhet dhe të vish gjithmonë ndryshe, patjetër, por dhe për t'i bërë këto, për t'i realizuar, kështu që normalisht është një punë me kohë të plot, dhe pse unë s'kam arritur dot t'i kushtoj vëmendje vetëm kësaj një herë e mirë, por pak nga pak i kemi bërë gjitha. Kam qenë, nuk e di, shumë rënd me peshën. Nuk është se kam përjetuar, e përjetoj më tepër tani që shikoja vjet atë periudhë. Vërtet e kam tepruar çik, e shikoja veten që isha goxha dhe e merrja me shumë qetësi, dhe kështu duhet ta marr sigurisht. Por thjesht tani që shikoja fotot dhe videot më përpara, thoya, Alda, ç'ke bërë ti moj? Gjithsesi, erdhi koha që të shijoj dhe peshën dhe bekin, domethënë kjo periudha e bekit është gjëja më e bukur, që ecën, mundohet të flas, shpreh dashurinë, paktën ndaj meje, ndaj gjithëve është shumë e ëmbël, por që flas, po më shijon shumë kjo periudha dhe ndaj nuk kam pranuar të dal herët në punë, por kam dashur të shijoj më tepër se pastaj rritet edhe e di që si të filloj kopësht, domethënë qerë dhe kopësht, ja harrojnë mezi tani e kapim për ta puth se është në shkollë deri në 3, pastaj në 4 shkon te kursi, ka 2 orë kurs që bën after school. Edhe normalisht normale që ti kemi për vete. Dhe po mundon të shijoj paktën me bekin sa më tepër këtë periudhë. Edhe mendoj se po e dal për t'i bërë të gjitha, siç thash. Më shumë se këto muaj të paktën, më shumë se 3 javë, që unë nuk dal pa make-up, domethënë pa qenë pjesërisht e kuruar, nuk po them me bë make-up profesional, po pa u lyer pak, edhe për ta kuptuar që ti po lyesh, po vishesh, po shkon në punë. Se ndonjëherë kur përtoja ose si isha në atë Terezin time, thoja, hajtë se mirë jam. Mund t'isha shumë mirë, por thjesht gjë e mirë që po bëj është se i kam thënë vetes, duhet të lyesh, të bësh gati dhe të shkosh në punë sikur ti mund të punoje diku tjetër dhe duhet të zgjohesh edhe 2 orë më përpara që ti të bëhesh gati. 2 orë, ndoshta 1 orë më përpara. Kështu që këtë gjë e kam rregulluar. Mbarova dhe make-upin. Tani jam gati për të bërë gati. Ju tregoj pak garderobën përpara se sa beki ta bëj rremuj. Dje isha në shtëpi dhe nuk është se jam marrë më shumë gjëra, kam mbledhur të gjitha plurat dhe një herë, i sistemova dhe një herë nga fillimi, dhe tani e kam nisur javën kaq të rregullt, vdeskur e kam çdo gjë në vendin e vet, ka lezet. Edhe shikojni, këtu është zona e këpucëve, këtu kam bërë është zonë e re, kam bërë që të vendos çizme, çantat, valigja, kuti që kanë brenda shapka. Këtu kam lënë zonën e xhaketave, palltove. Sërish atje ka kartona, atje lart, valigja tjetër. Këtu kam lënë sirtar për të brendshmet. Kjo gjithanë është këpucë, këtu shikoni pak, e kemi bërë xham këtë pjesën dhe poshtë janë bizhut, pra sirtari këtu, por këto nuk i kam sistemuar sepse po shikoj nëse gjej të tjera si këto, nëse jo, do sistemoj këto, por thash mos i bëj 2 herë punët. Këtu kam vendosur të gjithë parfumat, janë pjesa më madhe. Këtu mund të kem ndonjë në çantë. Këto se kam sistemuar, po është kjo ndarësja për syze, e kam marrë tek Temu dhe
Do marr syze që I kam gjysmën të punës dhe do I sistemoj aty lart. Te ky syrtar I kam vendosur syzet e tjera, pjesa kryesore flas, sepse edhe tek dhoma tjetër kam akoma. Këto dy syrtare si kam mbushur, këto po janë çorape siç kanë qenë, por do ndryshohet ky syrtari dhe nuk është se jam marr shumë me të. Dhe pjesa tjetër është çdo gjë në rregull. Ha mama. Erdhi ti o dashuri? Këtu do vendos, se kam lënë këtë zonë se do vendos të gjitha pulovrat, po I kam ende tek magazina. Magazini thënshim, po ajo që mbajmë sezonin jo sezonin që jemi, po tjetrin, por ende nuk I kam marr. I kam atje në rraf dhe do t'i marr dhe t'i vendos këtu të gjitha. Këtu kam vendosur jeanset, ndërsa këtu për momentin kam këto që të bëj make-upin, se kam këtu pasqyren. E çanta do vendos sepse është hapësirë e madhe. Po më shpirti I mamit ti. Këtu kam vendosur të gjitha setet lino, duke dhe kjo ana, kjo pasqyra ka qenë në tualet, por këtu kam bërë për si një pasqyrë që do e vendosim në mur, do e ngjisim në mur, që do vi kështu si ovale, ndërkohë vjera ime që merret me bekin atje, se nuk do të haje dhe po e huton. Nisa, këtu është ring lighti që unë vendos telefon dhe bëj video. Kjo zonë më pëlqen. Edhe kjo ka dalë e rregullt e pastër, normalisht nuk janë të gjitha veshjet, sepse unë kam shumë, por edhe te pjesa e dhomës andej kam komodinë tjetër që do ja u tregoj. Kam vendosur setet sportive dhe gjërat për shtëpi, I kam lënë atje se është më rehat. Ndërsa këtu kam shpërndar të gjitha gjërat që më duhen në përditshmëri. Pastaj sigurisht sezoni tjetër është tek magazina dhe një pjesë e veshjeve janë tek rafti që kam tek punat e zyra. Pra, nuk janë të gjitha veshjet e mia se nuk do I zinte gjithsesi. Por jemi shumë mirë, kaq sa jemi, mendoj se kam gjërat më bazike kryesore që unë I vesh në përditshmëri, se edhe pse kisha gjithë dhomën, gjithsesi kaq mbaja aty se I doja gjërat e rregullta dhe sa më shumë të kesh, aq më tepër nuk I shef dhe nuk I vesh. Kështu që këtë herë kam ecur me këtë parimin që t'i kem pak dhe sa këtu rrotull. Veç kësaj jam munduar t'i eliminoj një pjesë të mirë të veshjeve të mia. I kam shitur, të paktën kur e di që unë nuk do t'i vesh, edhe do kaloj dhe ky sezon pa I vesh, pavarësisht se më pëlqejnë njësoj si ditën e parë, por kur dalin koleksionet e reja ose ka veshje që nuk janë më në shitje, më pyesni gjithkohës dhe për të shmangur dhe këtë pjesën se nuk keni ku ta gjeni më, ose ka veshje që patjetër që unë I ruaj me fanatizëm, I dua t'i kem, por veshje që mendoj se po prodhojmë sërish, them kemi mjaftueshëm. Tani unë do ta mbyll këtu. Do vishem se dua të bëj 2 video të tjera për Instagram dhe TikTok, nëse arrit t'i bëj, sepse kam bekim në përkëmb siç e pat. E merr vjera ime, huton gjysmore dhe vjen sërish, se e din që mami është këtu. Vdes për këto gjërat e gozave dhe më vjen mirë që tani ka shumë qef. Mbase më vonë do kem shumë qef faktin që do mi prish të gjitha make-upet dhe do bëjnë gjërat rremuj, por fundja kjo është gjëja e bukur. S'kam patur kurrë një motër, kështu që gozës time do ja toleroj të gjithë. Më pëlqen shumë edhe drita se si duket nga këtej. Edhe këtu mendoj që ta filmoj edhe videon veshjeve se duket edhe më pastër, jo shumë rremuj, se aty normalisht garderoba ka shumë gjëra njëkohësisht. Këtu kemi TV-n, por nuk do ja u tregoj dhomën tani se do ju bëj një tur, kështu që kaq ishte për dhomën për momentin. Tani t'ju tregoj pak veshjen e ditës sotme. Kjo bluzja është set, silk me lace, këtu anash, që kemi bërë këtë kombinimin për ta thyrë dhe duket shumë bukur. Por unë sot e kam veshur të ndarë dhe kam dashur ta kombinoj me këto jeanset treqerekshë. Nuk e di nëse dallohen, se jam shumë larg dhe nuk e kuptoj dot, por gjithsesi mendoj se e keni kuptuar veshjen e ditës. Tani ikim se jemi vonë. Kam ardhur në punë, tani gjëja e parë që do bëj pas
pasi takova dhe parë sa gjëra këtu në zyrën time, është të editoj videon që unë bëra, se nuk është aq e thjeshtë. Më duhet ta editoj, ta shikoj dhe ose do ta postoj tani ose më vonë, por gjithsesi për momentin do merremi me editimin e videos. Tani është koha e drekës, ora është 2. Shkojni, ora 2:01. Që unë po haj drekën. Jam munduar të bëj dhe fasting, ndërkohë që unë ushqehem me dietologe, pra që vjen ushqimi kontrolluar fiks për dobësim. Gjithsesi unë e kam vepruar në raste të caktuara, siç ishte kjo fundjava që ne kishim kunatën me fëmijët në shtëpi dhe normalisht gatuhet pak më ekstra se zakonisht, edhe disa gjëra ti nuk i reziston dot. Sot keme këtë gjën këtu. Këto janë fileto pule me fara lule dielli të gatuara. Domate, një mbylsirë dhe sallatë. Një, që ta pranojmë, nuk janë gjithmonë me shije shumë të mirë, domethënë patjetër ushqime që konsumoj janë të shijshme, por pjesërisht janë shijshme dhe të shëndetshme bashkë, që është okay, domethënë ti e di paktën që po ha këto dhe nuk po e tepron. Kam 2 vakte në ditë që më vjen gati. Është Real Diet, vjen nga Tirana, bën delivery edhe me Durrës, edhe me Fier, Elbasan duket, mos gaboj. Gjithsesi mund shkojnë në Instagram dhe gjeni, edhe mund të pyesni, po e ka. Tiranë, Durrës edhe Fier që bëjnë delivery. Çdo ditë vjen e paketuar dreka dhe darka. Unë i shikoj që kam për darkë. Nëse nuk pëlqej dreka, ha të darkës, ka raste që nuk ha gjë tjetër, ka raste që mund konsumoj gjëra të vogla, porcione të vogla, çfarëdo lloj gjëje të jetë, nuk e teproj. Dhe mendoj se ky ka qenë çelësi dhe i dobësimit tim. Sepse nuk kam bërë aktivitet fizik, si që kam thënë, nuk kam gjetur në asnjë moment kohë që unë të shkoj në palestër. Edhe kur e nisa në shkurt apo mars, se mbaj mend mirë, mars më duket, kam shkuar vetëm një javë. Pastaj e lash për 2-3 ditë se çpata, pastaj u hutova fare dhe harrova që unë të shkoj në palestër, kur u kujtova unë ishte mbas 2 javësh. Edhe filloi vrulli i pranverës verës. Kështu që ka shumë. Dhe kjo është gjë që më ka shpëtuar mua. Ushqimi mendoj se është gjithçka. 80% e gjithë gjës. 10% mendoj që të fusesh ato aktivitetin fizik që ti mund t'i japësh vetes shans që të dobësohesh edhe të mblidhesh më shpejt se që mund të jesh vetëm ushqime. Mendoj se do isha mbledhur dhe dobësuar më shpejt nëse unë do kisha qenë pak më strikte dhe korrekte me palestrën. Ndërsa sigurt. Por që, kam thënë, po mundon t'i bëj gjitha. Edhe punën, edhe në ushqime të dobësohem. Jam dobësuar, jam fiks në kilograme që unë kam qenë para se t'isha shtatzan me bekin, por, normalisht, kam qenë më mbledhur se që jam tani, dhe pse unë jam në të njëjtën peshë. Me si pres që të nis palesën paktën të mblidhem më tepër, nuk dua të dobësohem maksimumi 1-2 kilogramsh, që në dimër nuk ka shans, por mendoj ndoshta nga pranvera, që të jemi për verë minus 2-3 kilogram, se që jam tani, por realiteti është që unë jam fiks në kilogramet e mia dhe jam shumë e lumtur në trupin tim, por ka vend shumë fare për përmirësim. Po të merë mami të krau. Opa. Na erdhi dhe pasqyra. E kemi ngjitur në mur sigurisht.
sepse beki nuk e lë dhe rrezohet, na thyhet, mund t'i bine kokë shumë versione me fëmijë në këmbë. Tani, ti jemi realist, prit mami, e kisha përësitur më të madhe, thjesht kishte harruar në zure. Mami, erdhi Xhaxhi. Atje kam vetëm gjyren si ju ka ardhur ty. Si ju ka ardhur ato dy pjesë. Vetëm shëtat. Ajli mi ke bërë fotot super. Tani aja mund e bukur, është kostumi i bukur, është dora Ajlit, atë nuk e di. Kuj se kemi dhe këtë foto në këtu të pasqyra. Pas, e kam marrë gjithë showroom-in më rrallë. Bye! Thuaj që këto janë të gjitha porosi. Ndërsa këto janë porosit e Rockets. Sa cute! Është orar drekës, edhe po hapëm ushimin, shikoj se çfarë më ka ardhur sot, çfarë kemi në menu. Shikojmë në drekë. Yummy. Atëherë, si gjithmonë, këtu kuptohet kemi sallatë. Okej, është shumë e mirë. Vjen bashkë me salsa. Kemi frutat e ditës që është pak rrush edhe hurmë arabie. Dhe sigurisht këtu kemi perime të zjera, kemi qofta dhe salsë. Kjo është drejta ime. Sot janë patur gjatë punë. Të ditë në fakt janë të zhvillshme, nesër kemi photoshooting, pra do lançojmë dhe koleksionin e ri që mezi po pres. Kjo që nga një patate e ëmbël. Ka vendosur speci, unë speci nuk e ha. Po lexoja pak komente që kishit bërë tek video që kam postuar, që po thonin duam vlogmas. Unë mezi pres dhe e kam shumë qef vlogmas, edhe kur shikoj nga influencer të tjera që janë youtubere të huaja, është periudha më e bukur. Fakti që ti ke më tepër kohë, shkon në shtëpi në darkë të shikosh vlogmas ose në mëngjes kur pi kafen. Nuk e di, është tamam ajo periudha shumë e bukur që me filma nuk është se shtyhet më tani. 2 filma janë historikisht që shikojmë 50 herë. Edhe nuk është se ka ndonjë film shumë interesant. Dhe ato që bën në këto kohë moderne nuk më pëlqejnë shumë, nuk e di pse, nuk e kanë atë vibe-in që kanë patur filmat më përpara. Dhe jo më kot ne shikojmë prapë një të filma të vjetër, edhe sot e sot. Por, fakti që ka shumë youtubere të huaja që bëjnë shumë vlogmas, ato e bëjnë çdo vit, sidomos janë disa youtuber që unë kam shumë qef, sidomos ajo Tamara, është e papar, shumë e zonja për këtë punë. Më pëlqejnë shumë videot e saj. Mund të them që është inspirimi im numër 1 për këtë gjë, sepse kur shikoj që është kaq e arrir dhe të gjitha ato që kanë nisur me Tamarën, pjesa më e madhe nuk bëjnë më YouTube, sepse janë profilizuar në karrierë të caktuar ose në bizneset e tyre, si që është Negin. Por, ajo, nga të gjitha këto influencerat e mdhaja në përbot, ajo është e vetmja që nuk e ka bërë fare pauzë YouTube-in. Pra, çfarëdo lloj gjëje ose projekte ajo të ketë patur, ndër vite ajo ka qenë aty shumë aktive dhe në rritje me cilësi dhe çdo gjë tjetër ndër vite. Dhe kjo gjë më pëlqen dhe kjo më motivon më tepër që një vajzë tjetër që kishte parë videon time, por më kishte komentuar në TikTok, jo në YouTube, kishte thënë që më ke pëlqyer shumë në fillimin e videos që po
flisje e kam rikthyer sërish. Do doja që të më shkruani edhe këtu në YouTube të kuptoj poshtë videos. U gëzova në fakt se sa herë bëj këto video duke folur. Dhe i them mos e teprova, mos kam folur shumë, mos nuk ka dikush interes për këtë gjë që po them. Janë këto pikpyetjet që mbase janë me vend, mbase jo, sepse fund të ditës ty të ndjekin ata njerëz që kanë të njëjtën energji me ty, që duan të shikojnë ty. Pastaj ata që janë për të parë ç'a bëri kjo, si bëri kjo, nuk na hyjnë punë fare ato. Kam ardhur në shtëpi. Edhe po mundohem sërish të sistemoj, vazhdojmë të jemi rrëmuj. Ku është dashuria ime? Dhe normalisht është dikush që nuk të lë. Po që kemë mama? Çfarë don? Ja, ma prish. Kjo çanta e madhe mi ka mbledhur të gjitha gjërat që më duhen për nesër. Këtu në shtëpinë time është një super rrëmuj, vetëm zien, bërtasin. Nuk e di, domethënë sa dua të hap kamerën të tregoj të ndaj diçka, dhe më mirë mbyll aty dhe hajde. Nëse tani jam pak e lodhur, do hiq make-upin, do bëj një dush sepse nesër do dal shumë herët, do shkoj te Klaudia në Tiranë për të bërë make-upin, flokët, do marrim një nga modelet tona dhe do vim për në Durrës, duke qenë se ajo segmenti Tiranë, Durrës, Tiranë është një super trafik dhe një pjesë e rrugës është e bllokuar, me duhet të dal herët të veproj herët. Pra nesër dita është shumë e ngjeshur, kemi shumë gjëra për të bërë. Mbasi të mbaroj photoshooting, kam për televizor prapë për Tiranë, se kemi lënë me Rogertin të ham një darkë në Tiranë, dhe nuk e di, mbase edhe mundet të qëndrojmë atje, duke qenë se kur të kthehemi do kthehemi vonë, edhe prapë duhemi nesër, pra pas nesër në Tiranë, se kemi për të bërë disa dokumenta, dhe mbase do qëndrojmë nesër atje, do ta shohim nesër në rast që do vendosim. Sa po bëra një dush, dhe tani thash t'ju tregoj pak se çfarë përdor për flokët. Është ky këtu, Livini, që është hidratim, dhe unë nuk bëj dot pa hidratues, nuk i krej dot. Ngatrohen shumë, se normalisht janë flokët Beyond, pak majat shumë të, jo pak, por shumë të djegura. Nuk dua t'i pres, se di që po e preva, do më shkurtohen shumë, se do shkoj me një shkallëzim, por gjithmonë një krem me një krerë shumë të madh, që i ka dhëmzat e mëdha, që mos të kputen shumë. Por gjithsesi, kjo nga Moroccan Oil is but tepër. Pekin e kemi vendosur në qumë, është vjera me të, edhe thash po futem për bëj një dush, se nuk me le të bëj dush, të lahem kur është ajo, se vjen thot me merr dhe mua, ndërkohë po e marr për të larë çan me të madhe, se s'ka qef lahet, më thonë ka qef, por nuk e di, ka probleme, se herë fut në ujë, vetëm çan me të madhe. Sa po më erdhi një ftesë për tek e diella këtë të diel, tek trotuari, për të folur mbi modën, stilin. Nuk e di, po e mendoj, të shkoj nëse do shkoj apo jo. U bë shumë kohë që unë nuk kam qenë pjesë as një televizioni, pra as një interviste, më kanë ardhur shumë, por nuk e di, nuk e kam gjetur veten më në televizion, dhe pse më pëlqen, është diçka që më pëlqen. Por jam e dyzuar. Tani, për hatrin e jetës, duke qenë se ka qenë dhe tek e diell ku kam qenë unë atëherë, edhe mund të shkoj, sepse e di sa gjanë më ka dhe kemi kaluar shumë mirë, pra çka sa kemi qenë atje. Por po e rimendoj nëse duhet të shkoj apo jo. Si thoni ju, nëse duhet të kem shkuar deri atëherë kur ta keni parë këtë video. Tani flokët i kam krehur, do vendos skincare shpejt e shpejt dhe do shtrihem pak të shikoj ndonjë film, ndonjë gjë me Roger, duke qenë se fëmijët janë në gjumë. Edhe pastaj të flem se do zgjohemi herët nesër, do filloj ditë e re e gjatë me shumë gjëra për të bërë. Naten.
Andrej Barneta. Sa po më rritëm dhe tek Abel Butik, është ora diku 1 natës dhe Rogerti po parkon ndërkohë që unë erdha lart tek dhoma. Jemi super të lodhur se normalisht kemi patur një ditë super të gjatë, nuk është se kam filmuar shumë, ju e dini, kur është shumë e ngarkuar, nuk të del koha që ti të filmar. Gjithsesi, thash ta hap pak kamerën dhe siç e shikoni, jam me telefonin e ri që kam marrë dhuratë sot për përvjetorin tonë të martesës. Në fakt gjithmonë për përvjetore telefonin marrë se i qëllon që del në shtator dhe fiks me 15 tetor unë marrë dhuratë telefonin. Kjo ka qenë një traditë e gjithë këtyre viteve, kështu që nuk kishte ndodhur ndryshe edhe këtë vit. Dhoma është mrekulli, çdo dhomë e Abel është shumë e bukur, edhe në Korç, kemi qenë vjet, është fantastike. Nuk e mendoja që do ishte kaq e bukur dhe këtu, por të duket sikur ti je në një nga ato hotelet e Toskanës ose të Florence, nuk e di, është shumë bukur. Ky ishte këfati, këtu kishim tualetin, pra banjon, por jo të gjithë banjën, se këtu është dushi dhe një tjetër lavaman. Shumë lezetshëm dhe këtu. Super bukur dhe ky marbulli. Oh my god. Edhe kjo pjesa këtu e vogël minibarit për kafe ose çaj. Këtu është një dritare, perdet janë shumë unike. Pra të gjitha detajet janë fantastike, më pëlqejnë vërtet shumë, duket yll bukur. Okej, ka dhoma dhe më të bukura, se unë i kam parë, por nuk është se kishim patjetër të gjenim një super dhomë, se thjesht nesër jemi prap këtu, kemi punë deri në darkë. Nuk ja tregoj në këtë video sepse jemi deri vonë këtu në prap. Nesër kemi shumë punë, kam shumë takime për të bërë gjëra të tjera që nesër nuk flas dot për të bërë. Edhe vendosëm që pas darkë mos shkonim në Durrës, sepse do vinim prap nesër, do hanim trafikun, por të qëndrojmë këtu në Tiranë, pse jo? Sonte zera sikur kemi shkuar në Itali dhe ky hoteli na jep këtë vibe-in dhe ne ndihemi sikur jemi arratisur në një nga shtetet, në një nga vendet në Itali. Okej, për gjumë shumë tani më. Gjithsesi do heq make-upin, do ndrohem dhe do shtrihem se jam shumë e kuputur, si që është. Jam, më dhem kudo trupi. Mirëmëngjesi, jemi zgjuar. Mirëmëngjesi Rogerti. Unë kam bërë pak skincare, si shikoni fytyra ime shkëlqen. Kemi veshur këto pijamat në ngjyrën roz, duke i përshtatur edhe ngjyrës së produkteve. Jemi bërë një kombinim bashkë me këtë rrethin. Edhe tani do bëj pak make-up, shumë pak make-up, sa për të dukur glowy. Spritëm poshtë dhe tek mëngjesi. Që me një pak sa cute është këtu. Qa po hanë? Po hanë fli? Yummy. Hello, gocat e mia. Sot është 2 ditë mbrapa videove të fundit që ju keni parë. Nuk kam filmuar se kemi qenë shumë të përfshirë në punë dhe realisht nuk e kam patur atë gjendjen që unë doja të filmoja. Gjithsesi dhe sot jam bërë gati, kemi dalë, kemi pirë kafë me
bacon, por nuk bëra video, u harrova fare. Në fakt, si që thash, përfshihem dhe nuk kam filmuar shumë këto 2 ditë e fundit. Gjithsesi, thash për ta mbyllur këtë video siç duhet, do t'ju tregoj se çfarë mora te Zara, se çfarë më erdhi, çfarë kam bërë porosi. Janë të dyja. Pra, kam marrë 2 palë çizme. Zot, si nuk ngopëm ndonjëherë unë këpuc, as dhe si kuptoj. Sa herë bëj unboxing, çfarë do lloj gjëje qoftë ajo, janë këpuc. Nëse kisha nevojë për këtë lloj prerje çizme shumë të marrë, se të gjitha i kam shumë bazike dhe thash me duan një palë të tilla, për shembull, një palë të zeza me tak, me pak maj. Për këto fundet ose fustanet që janë pak më klasike, më sjellë, më për darka ose më duheshin një palë të tilla. Kishim të takën që mendoj se duket shumë praktike, gjithsesi unë do t'i provoj. Edhe kjo ngjyra e zezë, prerja më pëlqeu shumë, edhe thash po i marr si më duan. Nuk ishin as shumë shtrenjtë, ishin diku te 65.000 lekë. Këto kam marrë të zeza dhe kam marrë edhe një palë tjera me materialin suede. Më duan një palë të tilla, se nuk kam fare. Sa të bukura. Tada! Ngjyra është shumë e bukur, nuk e di nëse dallohet mirë. Sot është kohë e vrentur dhe nuk është ideali që zakonisht hyn në zyrën time. Dhe çdo ngjyrë duket shumë pastër. Nëse është kjo ngjyra që mua më pëlqen shumë, edhe materiali dhe prerja dhe taka që është kaq e vogël, këto janë të bukura dhe kur ti vesh xhinse dhe duket kjo pjesa kështu kamosh, yll të bukura. Por edhe në një rast që mund vesh ndonjë fustan ose fund të gjatë, janë shumë të bukura. Tani, të jem e sinqert, se sa do i vesh nuk e di, por për ato 3-4 raste që unë mund të kem, i dua të kem në garderobën time dhe jo të them i kam parë te Zara, por nuk i kam bler. Tani po ti kisha do me duheshi. Gjithsesi, këto 2 palë kam marrë, nuk është se kam prishur shumë lekë këtë herë, ndryshe nga herët e tjera. Si që thash, edhe kur isha në Milano kam marrë shumë veshje dhe Roy dhe Bekit. Roy është tani në shkollë dhe ka uniformën e vet. Dhe maksimumi vetëm fundjavave që unë i përdor veshjet e tjera ose mbasdite që ai tani nuk është se del, se ka kursin pas mësimit, pra after school. Edhe vishët me pijama, nuk është se konsumon veshje që dua të them, ka plot gjëra që unë i kam bler, ka mjaftueshëm. Ndërsa Beki ka plot. Mbrëm kemi lançuar dhe koleksionin e ri tek Amitele Studio, që realisht na ka marrë shumë kohë, shumë energji të gjithëve ne, edhe me zi po prisnim që ta lançonim. Nëse ju goca nuk keni Instagram, por doni t'i plini, mund shkojnë edhe te website, është shumë thjesht, www.amitelestudio.com. Pra, mjafton të futeni në Google edhe ju del direkt faqja me të gjitha koleksion që ne kemi gjendje në website, në faqe ose edhe në pikat tona si në Durrës, ashtu edhe në Tiranë. Kështu, kam Roy në vete, e kisha Beken, e në qova në shtëpi për gjumën e drekës, se e bën më rahat kur është shtëpi. Pra shkosa kisha mundësi ta alija te shtëpia me vjerën time. Roy në mora është këtu se sot është e shtunë edhe do thjesht largohet nga ajo monotënia që tani ato e ka nga shkolla çdo ditë, shkollë, shtëpi, mësime, është pak boring, thotë Roy. Nëse me shumë mundësi nesër do kalojmë në Tiranë, do shkoj pak nga mami, se vetëm tani fundjavave që mund t'i shikoj fëmijët, se Roy është 5 ditë javës i përfshirë në shkollë, para ditë mbas dite, edhe nuk e lëvizim dorë që t'ja bëjmë më tepër rrëmuj ditën. Edhe çtun të diel zakonisht e le që të kaloj nga mami, por sot kam punë këtu, kam punë shtëpi, ende se kam përfunduar dhomën e Royt, uroj që sot ta përfundojmë, edhe në darkë të sistemoj pak se është shumë rëmuj aty. Mënduar që kur të bëjmë 20.000 subscribers, do bëj një home tour.
Pastaj mund të bëjmë pavarësisht se unë kam treguar shumë edhe nga zyra, edhe nga studio, edhe nga fabrika, por mund të bëjmë dhe një studio tour ose gjithë pjesët e showroomit. Nëse gjithsesi kjo mbetet për të parë nëse ne do rritemi. Se kështu i bie, apo jam. Gjithsesi faleminderit që ndiqni videot e mia, jam shumë e lumtur për këtë fat, edhe puqe deri herën tjetër. Bye bye. Aili kishte një ide dhe më tha, për të bëjmë një try on haul. Dhe me shansuni vesha. Tani të jap atë review-n e parë. Këto janë më të rehatshme, më të bukura. Nuk i kuptokën fare që janë me taka, shumë të bukura. Këto janë pak më mbase i ka marrë 40, se këto i ka marrë 41 se s'kishte mas tjetër. Po ti kishe marrë 41 edhe këto do ishe më rahat. Po nejse, për gjithë smerë që duken shumë bukur dhe